Marko Jovanović, njeh mirë futbollin shqiptar. Trajneri serb I cili aktualisht është në drejtimin e Apollonisë, ka kaluar në shumë skuadra të ndryshme si pjesë e stafit teknik, duke qenë pjesë e ekipeve si Luftëtari, Kuksi dhe Partizani, para se të merrte drejtimin e fjerakëve në kategorinë e parë. Ndaj ai cilësohet një ekspert nga mediat serbe, të cilat e kanë intervistuar para ndeshjes Serbi-Shqipëri, duke e pyetur se si është atmosfera në vendin tonë. Këtu janë kushtet të shkëlqyera, një hap I madh përpara në çdo trajtim. E shoh dhe përjetoj këtë sot si trajner I Apollonisë. Unë kam punuar te Partizani, Luftëtari dhe Kuksi deri 8 vite më parë dhe progresi I futbollit shqiptar është gjigant, e nis prononcimin e tij Jovanović. Euforia në Shqipëri është e madhe, diçka e ngjashme me ditët kur ne prisnim ndeshjet e botrorit të Serbisë, dhe ndeshja kryesore, siç është rregulli, pritet në një atmosferë maksimalisht të nxehtë dhe të egzaltuar. Publiku këtu pret shumë nga ndeshja me Serbinë. Euforia shpesh mund të jetë një pengesë e madhe. Megjithatë, nuk ka asgjë të tillë në deklaratat e tyre. Unë shoh një dosë të qartë vetëpërmbajtje në mesazhet nga kampi I Shqipërisë. Mes të tjerave ka folur dhe presidenti Duka. Shohim çdo ditë deklarata të panumërta dhe komente nga kampi I ekipit kombëtar. Çfarë mesazhesh? Respekt për Serbinë, të bazuar mbi respektin për cilësitë individuale. Shqiptarët janë të bindur se fryma e ekipit është arma e tyre e fshehtë në këtë ndeshje vendimtare për vendin e dytë. Për më tepër ata theksojnë besimin e publikut te skuadra, gatishmërinë që të tregojë maturi dhe eksperiencë në këtë ndeshje vendimtare, theksoi trajneri, I cili gjatë viteve në Shqipëri është njohur personalisht me disa futbollistë të grupit Kuqezi, si Yasir Hasani dhe Ylber Ramadani. Duke shkuar në Iran, Hasani dal nga dal, po kthehet në një lojtar dytësor, megjithse nuk përjashtohet që të jetë mes titullarëve. Me sfushori tjetër, Ylber Ramadani luan në Serie A dhe është qartësisht duke u përmirësuar, edhe sulmuesit e Shqipërisë janë lojtarë nga Serie A dhe kjo është prova më e mirë e cilësisë së tyre, sidomos në prapavi, ishte analiza e tij. Jovanović ndërkohë nuk nguron të mbështesë plotësisht vendin e tij në këtë ndeshje. Më vjen keq Beogradi dhe stadiumi Rajko Mitić nuk do të ketë presionin e kësaj ndeshje. Para 40.000 njerëzve jam I bindur se gjithçka do të dukej ndryshe. Një mëkat I madh. Unë mbështes Serbinë, I bindur se ka cilësinë, energjinë dhe forcën që të fitojë. Unë e respektoj Shqipërinë, vendin ku punoj. Unë besoj se të shtunën në darkë, ashtu si edhe tani, ne do të flasim ekskluzivisht vetëm për futboll. Ishte besimi I trajnerit serb të Apollonisë.